kena pore boll. A është e vërtet që e ki kimen e ukit? Kimen e ukut e kanë krejt, po tash më varet çfarë kimje. Cilët lloj e kite? Unë e kam një lloj të veçantë. Këgja problem është me na deshifrue. A je shpioni Serbis, ta heqim një herë për gjithmonë këtë dilim. Boni të fola Albin Kurtit që nëse ai është shpioni i Serbisë, atëherë jam edhe unë. Një ring boksi me VB Kajtozën apo Berat Buzholën? Janë kategorie janë ata. Kategorie ullët janë ata. Dëtë. S'mujnë ata, s'ka shans, se s'kan ka përcyu një jetë, s'ka kanë kalu në. Ata, i duhet edhe vite shumë. Kanë bo emën në Kosovë, po kështu një jetë, ju duhet hala shumë për me kalu. Nëse do të ishe në mes të detit dhe do të duhej ta hedhje njërin e ujë, a do ta hedhje Edi Ramën apo Albin Kurtin? Jo, asnjënë se kisha hedhë në ujë. I dy t'i respektoj shumë. S'moja për asnjënë. Të më thejshë Vučićin e kisha gjuhë në ujë. A mo është mundësia me zgjedh mes njënit? Po, ja u kisha zgjedh një anije. Cila është historia më interesante e jotja? Historia më interesante është kur kom tërheq dokumentacion sekret për shërbimit sekret e ja kom qua lidhjes demokratike të Kosovës, mi di çka po i bën shërbimi sekret i Jugosllavisë atëherë. Cili është zoti yt? Zoti jam, një është. Qaj që është i yti është edhe jam. A beson? Po, absolutisht po. A je pro apo kundër komunitetit LGBT? Nëse je pro, pse? Nëse je kundër, pse? As jam po, as pro është punë e tyne. Unë besoj në familje, besoj në ato që Zoti e ka vendosur në këtë botë, edhe secili ka këtu orientimet e veta. Nuk jam as pro as kundër, punë e tyne. A është e vërtet që ke marrë ftesë për Big Brother Web Kosova 3? Jena në komunikim për treshën, po ose në Shqipni ose në Kosovë me Milajm Zekin kena biseduar këtë çështje, edhe nëse hymë kena me hyjë si një person, po keni me po diçka të papamë nëse hymë. Nëse do hyje kë tjetër kishe pas shef me posta të brenda? Krejt deputetet e Parlamentit Kosovës. Në mes të Ibrahim Rugos dhe Adem Demoqit, kë do zgjedhje? Adem Demoqi u konë nësë tash po e bëj pak një fragmentizim, kështu pëse nuk muj asnjone mi do. Ademi Demoqi Mandela Bardh ka qenë motori i automjetit, kurse Ibrahim Rugos u konë timonieri. So je feminist? Po, so jeti jem edhe une. So je romantik në dashuri? Jashtëzakonisht shumë. Kur ke puthur për herë të parë dhe kur për herë të fundit? Pra më gruan. Për herë të parë, matë jo konë ke fundë, kur na konë shkollë të mesme. Seksi më i mirë ditën apo natën? Edhe ditën edhe natën. Një natë me Dafina Zeqirin apo me Tajnën? Me dyjat. Për një herë? Po nëse ato pranojnë me dyjat. A mos është më ndim për ty pak? Jo, mëra se ato më nuhën, pëse më nuhën. Cila është deputetja më seksi në kuvendin e Kosovës? Ka shumë. A është e vërtet që ke pas një lidhje me Duda Abaljen? Ja, s'këm pas lidhje me Duda Abaljen, pa ajo është shumë seksi. A do ta padesësh Albin Kurtin sapo ti mbaron mandati kryeministrit për faktin që të ka thonë që je bashkëpunëtor i Serbisë? Albin Kurtit tash po i them piktuit që nëse Agjencioni Kosovar i Inteligjencës, Njësia e Antiterrorizmit Policisë Kosovës dhe Agjencioni Antikorrupsion i Republikës tonë janë institucione të Serbisë, atëherë unë kokna bashkëpunëtor i Serbisë. Për ndryshe, natyrisht që masi që të marra mandatin e zoti Kurti do të ballafaqohet me mua në gjykatë edhe me më kallëzue qyshe dinaj që është bashkëpunëtor i Serbisë. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Na pazon zoti Ymer, në kohë shumë shnëshërahat, e shoh ambasador i Republikës Kosovës në Republikën Serbisë. A je për me jadhon Serbisë Zveçanin, Leposavicin e Zubin Votokun edhe me marrë në këmbim krejt luginën e Preshevës? Unë jam për zgjidhje amerikane, që shtojnë Amerikanët. Sa je pro Amerikan? 100 milion %. Edhe ekskluzivisht për herë të parë, këto se kam thonë kur kam punua
një kohë gjatë për CIA-n amerikane. Sa ku punova ato? Pej vitit 98, kam punu për një kolonel të CIA-s, i cili është gjallë, edhe kush do me ditë në Facebook tamin e keni fotografinë me to, i bëjmë fala edhe kryeministrit të këshyrë ka njerë, po arrazere, s'prishtin ata shpionat e vetë me këshyrë. Sa herë je frigu që ka me të vra dikush deri sot? Kur, se Zoti ma ka dhonë shpirtin dhe vesaj ma merë. Unë nuk kam frikë kësaj natyre.